Shoqëria shqiptare mund t'jap rëndësi çdo shqetësimi të pjesës më të madhe të trupit, por shumë pak trurit. Problemet e shëndetit mendor anashkalohen, mbulohen ose injorohen. Gjithnjë dhe më tepër në shoqërinë tonë është shtuar agresiviteti dhe ajo është totalisht e papregatitur ndaj sfidave të reja. Të rinjtë e izoluar në familje, mosha e tretë e braktisur e të tjerë. Në studio për të diskutuar rreth këtyre problemeve, mjeku i nderuar zoti Gjon Preçi, neurolog dhe psikiatër. Një shoqëri me një shkallë të lartë agresiviteti dhe nervozizmi që has kudo, ne takojmë çdo ditë psikolog shkollash apo edhe mësues, që thotë na është bërë jeta e padurueshme në shkollë për shkak të një lloj tendence në rritje për me pasur dhunë, dhe që vështirësia për të ndërhyrë vetëm me psikoedukim është shumë e vështirë, për shkak edhe të familjes që mban qëndrim negativ. Kurse në pjesën e dytë të emisionit do të ndiqni bashkëpunimin e të rinjve nga 4 shtete në një projekt të përbashkët në ruajtjen e mjedisit, finali i të cilit u realizua në Athinë, Greqi, ku televizioni ynë do ta përcillte atë nga afër. Është një projekt ndërkombëtar i cili po zbatohet në Itali, në Greqi dhe në Shqipëri. Mësoni më shumë duke na ndjekur të premten datë 16 janar 2026 ora 21 në emisionin Arom Shkodre të TV1 Channel.